Pejgamberi alayhis salam ka dosh m'ia dhon do parë Xhabirit, por nuk ka dosh m'ia dhon direkt. A dish m'ia thyet krenarin, on që na po të mojm, që me sadaka e bëm, që unë mos më kanë unë. Do të thonë këto s'ka dosh pejgamberi alayhis salam. E prej tregimeve është tregimi i Xhabirit radhiyallahu anhu. Pastaj thot mu afru pejgamberi alayhis salam, edhe po i thot se e ka marrë vesh që këtë ditë, domthonë jo shumë larg, është martu Xhabiri radhiyallahu anhu dhe ka nevojë domthonë për shpenzime, ka nevojë për parë. Pe i thot Xhabirit, apo më shet devën. Pejgamberi alayhis salam. Thot Xhabiri vetë që deve kena pas mas shpirtit. Unë edhe migja dhe këtë familja me çto i kena bë punë të shtëpisë thot bujqësisë. Po merr morëm i thon ju i thash po ta shes. Thot veç i thash me kusht që më mçu deri në Medinë. Domos ta jap deri në Medinë se që shecën deri në Medinë, tha moje deri në Medinë. Pastaj i thot Xhabir, çka pije bezor me shkuar në Medinë ka shpit. Thotoi dërguar Allahut. Thot ndër i rijam. Domon frek jam martu, po kam qef me shku më kthit e gruaja. Pastaj më rrin në Medinë Xhabiri. Kur shkon në Medinë, ja çon devën pejgamberit alayhis salam se ja ka shit. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam depoistit të mallit të muslimanëve të jepja port. Xhabiri edhe e porët sa e ka po pasor devën, i thot jepja edhe 2-3 dinar më tepër. I merr Xhabiri, sa del që ti do Xhabir këtau. Merr devën. Ai nor. Thot jam në që për më doshta më ta blej unë, merr devën. E pejgamberi alayhis salam ka dosh m'ia dhon do parë Xhabirit, por nuk ka dosh m'ia dhon direkt. A dish m'ia thyet krenarin, on që na po të mojm, që me sadaka e bëm, që unë mos më kanë unë. Do të thonë këto s'ka dosh pejgamberi alayhis salam m'ia thy Xhabirit. Po ka dosh me bë këto në formë pazarit. Do mos e devën po. Ka i morë parë të shita devën. Tash kur erdh në Medinë, pejgamberi alayhis salam pia e parët, pazarin edhe pia kthen devën të merr. Merr devën, do të sa më në që po ta blejmë unë, po ta blejmë na devën, ajo be devja shtjutja. E do të thonë më të vërtet çaste të bukura këtij tregimi që pejgamberi alayhis salam ka qenë vetëm ai që ka ditë me nxjerr kësi tregime edhe kësi margaritar edhe në momente të vështira, edhe në momente të luftës, edhe në momente të krizave. Që qëllimi ka qenë këtu Allah alem, po qëllimi ka qenë mos me ia thy krenarin e Xhabirit. Që Xhabiri më thon po unë jetem, baba më deq, unë i ri, po tash kusht mundet, kusht ban rahmet, kuna të kujtuna me unë sadok jaja, me pazar. Po e bojmë pazarin, tani në Medinë ta ktheja për devën, po thjesht gjatë qëtij rrugtimit mos me përjetu Xhabiri këto. Do të thonë këtë thymje të krenarisë.